Përzieni vaj ulliri me limon dhe do të shpëtoni nga këto probleme shëndetësore për gjithmonë. Kjo stin është koha e dur për të përfituar nga receta e natyrës duke kombinuar vajin e ullirit në kombinim me limonin. Kur zgjoheni në mëngjes, a ndjeni të lodhur dhe pa energji? Nëse përgjigja është po, atëherë jeni në vendin e duhur për të zbuluar se si mund të riktheni gjallërinë dhe të merrni gjithashtu shumë përfitime në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjafton që të kombinoni këto dy ushqime fantastike me njëra tjetrën dhe përgatituni të merrni ndikimin e tij pozitiv në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe ta përzieni atë me një lugje dhe vaj ulliri dhe ta konsumoni rregullisht. Nuk do të harxhoni as shumë para dhe mbi të gjitha, do të merrni shumë përfitime në organizmin tuaj me elementët ushqyes që ofrojnë këto dy përbërës. Vendi ynë është një vend i bekuar me vaj ulliri dhe gjithashtu nga më të mirët në rajon, që mund ta provoni dhe ta shtoni vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ai do të bartë për ju dhe për shëndetin e organizmit. Në këtë video do ju tregojmë kombinimin e vajit të ullirit me limon, i cili do të ndihmojë dukshëm në pastrimin e organizmit tuaj nga toksinat e dëmshme dhe në përmirësimin e shëndetit në mënyrë të kontrolluar. Në mëngjes do të ndjeni të rifreskuar dhe plot me energji. Kjo formulë magjike është e përdorur në mbar botën që në lashtësi. Qytetërimet të shumta besonin se kjo përzierje ka aftësinë të eliminojë gjithashtu një sër problemesh anësore të organizmit dhe të ndihmojë dukshëm në menaxhimin e komplikacioneve të tij. Por cilat janë vlerat shëndetësore të kësaj përbërje? Të gjithë e dimë se vaji i ullirit është gur themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit sipas ekspertëve ofron acide yndyrore të cilat na mundësojnë të luftojmë me kolesterolin e keq dhe të mbajmë larg një sër komplikacionesh. Për më tepër, ai është një instrument i fortë në largimin e toksinave të ndryshme nga organizmi. Jo më kot qytetërimet e lashta e cilësonin vajin e ullirit si ari i lëngshëm, i cili mund të ofrojë shumë përfitime me kosto të ulët. Vaji i ullirit duhet të jetë pjesë e domosdoshme e ushqimeve të përditshme. Kur vjen puna te limoni, na duhet ta pranojmë se ai është një nga frutat më të shëndetshëm që mund të kombinohet fare lehtë në dietën tonë shëndetësore dhe të japë gjithashtu rezultate të mira. Limoni është i mbushur me elementë të shëndetshëm, vitamina dhe minerale të vlefshme, të pasura plot me antioksidant që do të luajë një rol shumë të mirë ushqyes në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, ekspertët këshillojnë kombinimin e të dy përbërësve në dietën tuaj dhe ndikimet pozitive në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Kur përzieni së bashku këto dy përbërës, do të transformohen në një lëng të fuqishëm me veti të jashtëzakonshme që mund të parandalojë një sër komplikacionesh. Ja problemet që mund të shmangni fare lehtë me përdorimin e kombinimit të këtyre dy përbërësve në dietën tuaj ditore. Do të shmangni problemet e konstipacionit. Ekspertët thonë se nëse kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, do të përfitoni një lubrifikim natyral më zbutës të mukosit tretës dhe do të aktivizoni funksionin e mëlçisë gjithashtu edhe të fshikëzës. Kjo recetë kaq e thjeshtë por shumë efikase do të mbrojë organizmin tuaj duke aktivizuar antioksidantët që largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe kujdesen më mirë për ju. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe zbrasin substancat e këqija nga organizmi. Ato mbrojnë gjithashtu kundër problemeve që shkaktojnë edhe sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë dimë se vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore që janë të rëndësishme edhe për t'u dhënë shtysë pozitive të gjithë organeve dhe për të larguar kështu edhe toksinat e tyre dhe kolesterolin e keq. Vaji i ullirit është një produkt i jashtëzakonshëm me përfitime të panumërta ushqyese, të cilat mund të shërbejnë gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë se
Ky kombinim është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve reumatike. Ky kombinim i fuqishëm ka veti mjaft të mira në luftën kundër problemeve antiinflamatore. Nëse e konsumoni këtë lëng çdo mëngjes në stomakun bosh, atëherë do të zbusni dhimbjet tuaja të kyçeve dhe do të keni shumë përfitime të rëndësishme në dobi të organizmit dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet e tij. Ekuilibron funksionet e fshikëzës në mëlçi dhe gjithashtu në tëm. Ekspertët thonë se nëse kombinoni këtë përzierje në mëngjes, do të shmangni krijimin e gurëve të tëmthit dhe kështu do të merrni përfitime të larmishme ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përpiquni të kombinoni vajin e ullirit me limon në dietën tuaj. Gjithashtu edhe ta konsumoni atë në mëngjes të tretur madje edhe në ujë. Kështu do të keni edhe përfitime pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Duke ditur se vaji i ullirit është një nga produktet më fantastike ushqyese në dobi të shëndetit, madje edhe konsumi i tij ashtu siç është mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, madje farmaci dhe higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është quajtur ndryshe edhe si mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni të paktën një lug vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandaloni këto komplikacione të shëndetit, citon Eltsaj. Lehtëson problemet e demantinës. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një element të favorshëm kundër problemeve të demantinës. Një nga shkaktarët e sëmundjeve të Alzheimerit gjithashtu është edhe rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, që gjendet kryesisht te vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë dhe të parandalojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato, citon Health.com. Përdorimi i vajit të ullirit në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë të rregullt dhe brenda standardeve të rekomanduara mund t'i japë shumë përfitime të rëndësishme në këtë drejtim. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të mbajë larg gjithashtu edhe problemet e shëndetit që mund t'i kanosen nga radikalet e lira në trup. Vaji i ullirit është i mirë në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira, të cilat mund të prekin gjithashtu si sistemin tretës, ashtu edhe problemet e gjirit. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe aminoacideve të ndryshme që ndikojnë drejt për së drejti në çështjen tuaj imunitare. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore ka veti të fuqishme në parandalimin e radikaleve të lira në organizëm. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët kanë probleme me luhatit e sheqerit në trup. Konsumi i të paktën një lugë gjelle vaj ulliri në rutinën tuaj ditore do të përkthehet në një stabilizues mjaft të mirë të gjendjeve tuaja inflamatore dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Antioksidantët që gjenden me shumicë të vajit të ullirit do të mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet e ndryshme. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të jetë një mbrojtje shumë e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit do të ndihmojë në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha dhe mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në reduktimin e yndyrnave të tepërta trupore. Vaji i ullirit, duke u kombinuar si duhet në menunën tuaj ditore, do të përkthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se një lugë gjelle vaj ulliri e shtuar vazhdimisht në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një element të fuqishëm mbrojtës në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime në dobi të shëndetit dhe të parandaloni komplikacionet e tij, sigurohuni ta përdorni vajin e ullirit vazhdimisht. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.